Good afternoon. Mirdita të gjithëve, zonjë sekretare. Lënda, Mirdita, kjo është lënda IT 0484R77.1, prokuroria kundër Shefqet Kabashit. Faleminderit, zonjë sekretar. Paraqitjet ju lutem për prokurorin, Mirdita, për prokurorin, Tom Hannes, bashk me Alma Ivanov, zonja Corner, merë pjesë në një takim tjetër në rastin Stanisic edhe nuk vjen. Faleminderit edhe për shpjegimin. Zotin Hannes, për mbrojtjen, shoh që jeni I pranishëm Zoti Kabashi, ka një lidhje audio me këshillin tuaj, me avokatin tuaj, dhe duhet verifikoj nëse Zoti Karnafas në dëgjon, nëse ai më dëgjon. Erditat, dorë gjykatës, unë jam këtu dhe por ju dëgjoj. Faleminderit Zoti Karnafas. Proceed. Atë mund të vazhdojmë. Zoti Karnavas ne shpjeguam që nuk do të ishit I pranishëm sot, kjo nuk ka ndryshuar. Tani do të filloj me një deklarat të tipit rregullës 15 bis. Gjykatësi Morrison nuk është për arsye private urgjente dhe unë dhe gjykatësi Kwon gjykuam se është në interes të drejtësisë që seanca e sotme të mbahet edhe pa prania e tij në bazë të rregullës 15 bis të rregullores. Më duket se ka një zhurmë në linje diku, por nëse nuk bëhet më keq, mund të vazhdojmë. Nëse bëhet më keq, atëre tekniku ta shikoj, ju lutem. Ne mblidhemi sot për shpalljen e vendimit në procesin gjyqësor prokurori kundër Shefqet Kabashit. Në këtë seancë dhomë do të lexoj përmbledhjen e përfundimeve të saj. Dhe theksoj se kjo është vetëm përmbledhje dhe versioni autoritativ I përfundimeve të dhomës është akt gjykimi që do të jetë I disponueshëm në fund të kësaj seance. Kjo çështje ka të bëjë me mos bindjen dhe mos pranimin e prerë të Zotit Kabashi për t'u përgjigjur pyetjeve si dëshmitar në çështjen Haradinaj dhe të tjera, duke kryer kështu shpërfilje ndaj tribunalit të sipas rregullës 77A1 të rregullorjes së procedurës dhe provave. Më 26 gusht 2011, Zoti Kabashi u vetë deklarua fajtor në lidhje me 2 pika për shpërfilje ndaj tribunalit dhe me 31 gusht 2011 dhoma gjyqësore pranoi vetë deklarimin e tij të fajësisë dhe konfirmoi fajësinë e tij. Më tej dhoma gjyqësore do të paraqes përmbledhjen e përfundimeve të saj në lidhje me dënimin. Dhoma rikujton se të dy qëllimet kryesor të dënimit në tribunal janë ndëshkimi dhe parandalimi, si I veçantë, por ashtu edhe I përgjithshëm. Dhoma gjyqësore shqyrtoi peshën e shkeljeve dhe tërsinë e sjelljes së fajshme. Me mosbindjen dhe mospranimin e prerë të tij për të përgjigjur pyetjeve si dëshmitar, Zoti Kabashi I pamundësoi dhomës gjyqësore në çështjen Haradinaj dhe të tjerat që të dëgjonte dëshmi të rëndësishme për zbulimin e suksesshëm së të vërtetës në gjykimin e kësaj çështjeje. Mbrojtje parashtroi se zhgënjimi I Zotit Kabashi, përvoja e tij e luftës dhe friksimi I dëshmitarëve mund të kenë ndikuar në mosbindjen apo mospranimin e tij për t'u përgjigjur pyetjeve. Pavarësisht nga
argumentet e tilla, dhoma gjyqësore konkludoi se motivet e tjera të mundshme të zoti Kabashi mbetet të paqartë edhe nuk mund të merren parasysh në përcaktimin e dënimit të duhur. Si rrethan lehtësuese, dhoma gjyqësore konsideroi faktin se sipas dokumentacionit mjekësor, zotri Kabashi vua nga çrregullime prej stresit post-traumatik dhe se gjendja e tij shëndetësore keqësohet në ambient e burgu. Një rrethan tjetër lehtësuese që dhoma gjyqësore mori parasysh ishte gjendja e tij familjare. Për më tepër, më 31 gusht 2011, zotri Kabashi kërkoi ndjesë për krimin e tij. Megjithse konsideroi shfaqësimin e tij të sinqert, dhoma gjyqësore gjykoi se pendimi i shprehur në këtë mënyrë kishte peshë më të vogël si rrethan lehtësuese, duke qenë se zoti Kabashi nuk kishte ardhur në Hag për t'u ballafaquar me akuzat e ngritura kundër tij për më shumë se 4 vjet. Pas përmbledhjes së përfundimave, tani dhoma do t'jep vendimin e saj. Zoti Kabashi, ju lutem ngriuni. Për arsyet e paraqitura më lart, kjo dhomë gjyqësore, pasi konfirmoi fajsin tuaj me 31 gusht në lidhje me akuzat në vijim, pika 1, shpërfillje e tribunalit duke ndërhyrë me vetdije dhe qëllimisht ndaj ushtrimit të drejtësisë prej tribunalit më 5 qershor 2007 dhe pika 2, shpërfillje e tribunalit duke ndërhyrë me vetdije dhe qëllimisht ndaj ushtrimit të drejtësisë prej tribunalit më 20 nëntor 2007. Ju dënon ju, zoti Kabashi, me një dënim të vetëm me 2 muaj burg. Koha që keni kaluar në paraburgim, gjithsej 31 ditë, ju llogaritet plotësisht brenda koshgjatjes së dënimit. Mund të uleni, zoti Kabashi. Këtu përfundon dhëndja e vendimit të dënimit, i cili tani do të bëhet publik. Dhe përpara se ta mbyllim seancën, dua të dëgjoj edhe një herë nga zoti Karnevas nëse ishte në gjendje ta dëgjoj shpalljen e dënimit. Avokati po. E dëgjova, i nderuar gjykatës. Gjykatësi, ju falemnderit zoti Karnevas. Seanca mbyllet. Të gjithë në këmbë.